Emigranti 33 vjeçar shpallet fajtor për përdhunimin e një të moshuare pranë një kishe në Londër. Një 33 vjeçar me origjinë nga Eritrea shpallur fajtor për përdhunimin e një gruaje të moshuar pranë kishës Shon Gjonit në Harrow në veriperëndim të Londrës. Autoritetet britanike cilësuan atë si një person të rrezikshëm, i cili kishte zgjedhur si shënjestër një viktimë të pambrojtur dhe të cënueshme, sipas provave të paraqitura në gjykatën e kurorës në Harrow. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës së 23 korrikut vitit të kaluar. 33 vjeçari e largoi të moshuarën e cila ishte në gjendje të dehur nga një stol dhe e çoi pas një gardhi në një hapësirë me bar ku e sulmoi seksualisht. Dhuna zgjati rreth 20 minuta dhe mori fund vetëm pasi një grua e cila e kishte parë situatën nga dritarja e banesës së saj ndërhyri duke lajmëruar menjëherë policinë. Prokurori Simon Shannon tha se pamjet e kamerave të sigurisë së këshillit lokal tregonin të pandehurin teksa e tërhiqte viktimën nga stoli drejt zonës së gjelbëruar. Prokuroria deklaroi se ai e ndalonte erpasere sulmin sa herë që pranë vendit kalonte ose afrohej ndonjë person. Kur efektivët mbërritën në kish, Desallier u fsheh pas një tabele të objektit fetar, ndërsa e moshuara ndodhej e shtrirë në tokë. Gjatë marrjes në pyetje, ai pretendoi fillimisht se kishte dashur ta ndihmonte gruan pasi e kishte parë në gjendje të dehur. Në procesin gjyqësor, 33 vjeçari përdori një përkthyes. Por pasi policia i shfaqi pamjet e kamerave, ai e ndërpreu intervistën, u këshillua me avokatin dhe më pas nuk pranoi të përgjigjej pyetjeve të tjera. Gjithashtu, ai nuk dha dëshmi gjatë gjyqit. Avokatët e mbrojtjes u thanë antarëve të jurisë se nuk ekzistonin prova të mjaftueshme për të vërtetuar përdhunimin, duke i pranuar ata të mos lejonin që reagimi emocional ndaj çështjes të ndikonte në vendim. Megjithatë, juria e gjeti Desallier fajtor. Sipas raportimeve, ai nuk shfaqi emocione as në sallën e gjyqit kur u shfaqën pamjet e sulmit. Pas vendimit, drejtuesi i hetimit e përshkroi 33 vjeçarin si një shkelës të rrezikshëm, duke nënvizuar se ai kishte vënë në shënjestër një grua të moshuar, të pambrojtur dhe të cënueshme. Ai vlerësoi edhe reagimin e shpejtë të qytetarëve, që ndihmoi në arrestimin e të dyshuarit në vendin e ngjarjes. Ndërkohë, policia britanike u ka bërë thirrje personave që mund të kenë përjetuar sulme të ngjashme seksuale të kontaktojnë autoritetet, duke u siguruar mbështetje dhe trajtim të kujdesshëm për rastet e tyre.